Tubimi dhe përmbledhja e Kuranit. Kurani i madhëruar është libri i shenjtë dhe fjala e Allahut të madhëruar e zbritur te pejgamberi Muhammed alayhis salam nëpërmjet melekut Xhibril. Zbritja e Kuranit filloi në Mekë dhe vazhdoi për një periudhë rreth 23 vjeçare, deri në përfundimin e shpalljes. Gjatë kësaj kohe sahabët e pejgamberit Muhammed alayhis salam e mësonin Kuranin përmendsh, e recitonin dhe e shkruanin në materiale të ndryshme. Ruajtja e Kuranit është një prej çështjeve më të rëndësishme në historinë islame. Vetë Kurani thot: vërtet ne kemi shpallur për kujtimin dhe sigurisht ne do ta ruajmë atë. Surja Hijr. Në traditën islame, historia e tubimit të Kuranit lidhet veçanërisht me dy etapa të rëndësishme: tubimin e tij në një përmbledhje të vetme gjatë xhilafetit të Ebu Bekrit radhiyallahu anhu dhe standardizimin e kopjeve gjatë xhilafetit të Uthmanit radhiyallahu anhu. Këto dy etapa nuk nënkuptojnë se Kurani nuk ekzistonte më parë, por se u ndërmonën masat e veçanta për ta ruajtur dhe për ta paraqitur në një formë të unifikuar shkrimore. Ruajtja e Kuranit gjatë jetës së pejgamberit Muhammed alayhis salam. Kurani filloi të shpallej në kohën e Muhamedit alayhis salam në shpellën Hira, kur ai ishte 40 vjeç. Shpallja vazhdoi gradualisht dhe ajetet e reja u mësoheshin menjëherë sahabëve. Pejgamberi alayhis salam kishte një kujdes të jashtëzakonshëm për ruajtjen e shpalljes. Sahabët jo vetëm që e dëgjonin Kuranin nga pejgamberi, por një numër i madh prej tyre mësonin atë përmendesh. Përveç transmetimit gojor, ajetet shkruheshin nga shkruesit e shpalljes. Kjo do të thotë se gjatë jetës së pejgamberit ekzistonin dy forma kryesore të ruajtjes së Kuranit: ruajtja në gjokset e besimtarëve dhe ruajtja me shkrim. Në surën El-Qiyame, Allahu i madhruar thot: vërtet është detyra jona mbledhja e tij dhe leximi i tij. Dhe më pas, kur ne ta lexojmë atë, atëherë ti ndiqe leximin e tij. Sipas hadithit të transmetuar nga Ibn Abasi radhiyallahu anhuma, kur Xhibrili i sillte shpalljen pejgamberit, ai përpiqej ta përsëriste menjëherë nga frika se mos harronte diçka. Allahu e udhzoi që të dëgjonte shpalljen dhe të ndiqte recitimin e saj. Kështu, ruajtja e Kuranit nuk ishte një proces që filloi pas vdekjes së pejgamberit. Përkundrazi, ajo kishte filluar që me shpalljen e parë dhe vazhdoi gjatë gjithë jetës së tij. Tubimi i Kuranit gjatë hilafetit të Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Pas vdekjes së pejgamberit Muhammed alayhis salam, muslimanët u përballën me një situatë të re. Gjatë betejës së Yemames, një numër i madh i hafizëve dhe lexuesve të Kuranit u vran. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu u qetësua se nëse humbjet e hafizëve do të vazhdonin edhe në beteja të tjera, mund të bëhej nevojshme marrja masave të posaçme për ruajtjen e materialit të shkruar dhe të recituar të Kuranit. Sipas Sahih al-Buharit, Umeri i propozoi halifit Ebu Bekër që Kurani të mblidhej në një përmbledhje të vet. Fillimisht Ebu Bekri hezitoi, sepse pejgamberi nuk e kishte bërë këtë në formën e një libri të vetëm, por pasi e kuptoi rëndësinë dhe dobinë e kësaj pune, ai e pranoi propozimin. Detyra ju besua Zeid ibn Thabitit radhiyallahu anhu, i cili kishte qenë një prej shkruesve të shpalljes së pejgamberit. Zeidi e konsideroi këtë detyrë jashtëzakonisht të rëndë dhe të rëndësishme. Ai filloi të kërkonte materialet ku ishin shkruar ajetet e Kuranit dhe gjithashtu u mbështet në atë që ishte ruajtur përmendesh nga sahabët. Sipas transmetimit të Sahih al-Buharit, Kurani u mblodh nga materiale të ndryshme të shkruara, si degë të palmës, pllaka të holla guri, si dhe nga kujtesa njerëzve që e kishin mësuar përmendesh. Kjo tregon rëndësinë që ju kushtua verifikimit të tekstit. Tubimi nuk ishte thjesht mbledhje e shkrimeve të shpërndara, por një proces i kujdesshëm, i ruajtjes dhe verifikimit të shpalljes. Pas përfundimit të punës, përmbledhja e Kuranit qëndroi te Ebu Bekri radhiyallahu anhu deri në vdekjen e tij. Më pas, ajo kaloi te Umeri dhe pas vdekjes së tij u ruajt nga vajza e tij Hafsa. Kjo periudhë përfaqëson një nga momentet më të rëndësishme në historinë e ruajtjes së Kuranit. Standardizimi i kopjeve gjatë hilafetit të Uthmanit radhiyallahu anhu. Me zgjerimin e shtetit islam, muslimanët u përhapën në shumë vende. Njerëzit e rinj në islam mësonin Kuranin nga sahabë të ndryshëm dhe në vende të ndryshme. Me kalimin e kohës u shfaq shqetësimi rreth ndryshimeve në mënyrën e leximit. Një prej sahabëve, Hudhaifa ibn al-Yamani, vëreti dallime ndërmjet njerëzve nga Shami dhe Iraku gjatë ekspeditave ushtarake dhe u shqetësua se këto dallime mund të shkaktonin përçarje. Ai i kërkoi halifit Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu që të merrte masa përpara se muslimanët të përfshiheshin në mosmarrveshje rreth librit të Allahut. Uthmani kërkoi nga Hafsa që t'i sjellte përmbledhjen e ruajtur që nga koha e Ebu Bekrit. Më pas, ai caktoi një grup sahabësh për të përgatitur kopje të standardizuara. Në këtë grup ishin Zeid ibn Thabit, Abdullah ibn Az-Zubair, Said ibn al-As, Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham,
Ata punuan mbi kopjet dhe sipas transmetimit të Buhariut, Othmani dha udhëzimin që në rast mosmarrëveshjeve gjuhësore të përdorej forma e gjuhës së Kurajshëve, pasi Kurani ishte shpallur në gjuhën e tyre. Pasi u përgatitën kopjet, ato u dërguan në qendra të ndryshme të botës islame. Kjo ndihmoi që komunitetet muslimane të kishin një tekst të unifikuar për shkrim dhe lexim. Duhet bërë dallimin ndërmjet tubimit të Kuranit në kohën e Ebu Bekrit dhe standardizimit të kopjeve në kohën e Uthmanit. Ebu Bekri ndërmori hapin e mbledhjes së materialit në një përmbledhje të vetme, sepse ndërsa Uthmani ndërmori një proces standardizimi dhe shpërndarje të kopjeve për komunitetet muslimane. Rëndësia e hafizëve dhe transmetimi gojor. Një aspekt shumë i rëndësishëm i historisë Kuranit është se ai nuk ruhet vetëm nëpërmjet shkrimit, që nga koha e pejgamberit. Muslimanët e mësonin dhe recitonin Kuranin përmendsh. Kjo traditë vazhdoi brez pas brezi. Hafizët luajtën një rol të rëndësishëm në ruajtjen e recitimit dhe në transmetimin e tij te brezat pasues. Në këndvështrimin islam, ruajtja e Kuranit është pjesë e premtimit hyjnor të përmendur në surën El-Hijr. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne kemi shpallur pra për kujtimin dhe sigurisht ne do ta ruajmë atë. Kjo ruajtje kuptohet nga dietarët muslimanë si një proces ku Allahu e ruan shpalljen, ndërsa besimtarët marrin pjesë në këtë ruajtje përmes mësimit, recitimit, shkrimit dhe transmetimit. Prandaj, historia e tubimit të Kuranit nuk duhet parë vetëm si një ngjarje administrative ose historike. Për muslimanët ajo është një dëshmi e rëndësisë që sahabët i dhanë fjalës së Allahut. Mësimet që mund të nxjerrim nga tubimi i Kuranit. Historia e tubimit të Kuranit përmban shumë mësime të rëndësishme për muslimanin. Së pari, ajo na mëson përgjegjësinë ndaj dijes fetare. Sahabët nuk e trajtuan Kuranin si një tekst të zakonshëm, por si shpalljen e Allahut. Prandaj treguan kujdes të madh në ruajtjen e tij. Së dyti, kjo histori tregon rëndësinë e verifikimit. Zeid ibn Thabiti nuk u mjaftua vetëm me një burim, por kërkoi materiale të shkruara dhe dëshmi të transmetimit të Kuranit. Së treti, na mëson rëndësinë e unitetit muslimanëve. Standardizimi i kopjeve në kohën e Uthmanit kishte për qëllim të shmangte përçarjet dhe mosmarrveshjet që mund të lindin nga dallimet në transmetimin dhe leximin e tekstit. Së katërti, kjo histori na kujton se Kurani nuk është vetëm një libër që ruhet në raft. Ai është një udhëzim që duhet të lexohet, të kuptohet, të zbatohet në jetën e përditshme. Tubimi dhe përmbledhja e Kuranit është një nga kapitujt më të rëndësishëm të historisë islame. Kurani u ruajt që nga koha e pejgamberit Muhammed a.s. përmes memorizimit, recitimit dhe shkrimit. Pas vdekjes së tij, nevoja për masa të mëtejshme të ruajtjes çoi në tubimin e materialeve të Kuranit gjatë hilafetit të Ebu Bekrit, në drejtimin e Zeid ibn Thabitit. Me vonë gjatë hilafetit të Uthmanit, për shkak të zgjerimit të botës islame dhe shqetësimeve rreth dallimeve në recitim, u përgatitën dhe u shpërndan kopje të standardizuara të mushafit. Nga këndvështrimi islam, këto ngjarje janë pjesë e historisë së ruajtjes së shpalljes hyjnore. Ajeti i surës El-Hijr 5:9 shpreh bindjen themelore të muslimanëve se Allahu është ai që e ruan Kuranin. Prandaj tubimi i Kuranit nuk është vetëm një ngjarje së kaluarës, ai është një kujtesë për çdo musliman se Kurani duhet të respektohet, të mësohet, të lexohet, të kuptohet dhe të zbatohet. Historia e sahabëve tregon se ata konsideruan ruajtjen e fjalës së Allahut një amanet të madh, ndërsa brezat e mëvonshëm e vazhduan këtë amanet përmes mësimit dhe transmetimit. Ju ftoj ta shpërndani këtë dokumentar sa më shumë në mënyrë që të mësojnë dhe të tjerët.